tashmë edhe trajneri Olmos është këtu. Coach, you didn't start well the game. The first half of the game, they controlled it better. In third quarter, you came with an energy, turned back everything and got the control of the game. What was wrong by your perspective in the first half of the game and what you fixed in the second? Well, we play, the more important right now for us is win. We only have to practice and one goal through practice. I know that today we play with one of the more physical, athletic teams in every position, in all positions. And I think the first half, we don't balance this energy and they dominate in offensive rebound. They dominate also, we do a 10 turnovers because we don't do a hard work for beginning our offense. I think the team understand, and in the three quarter for me is the key of the game. No? We play really a great defense, we play a great rebound, in offense not turnover, and we have big passing for move the ball. No? I think sometimes because now we have a short team, we need improve some things. I think the last 2 minutes, I don't want the guys thinking about this because I think that we win the game before, and I want good fields. I appreciate the effort of the guys, the energy, because we don't stop. And now, okay, one more win, and our job is when we compete, play to win. But in our day today, we need to improve and also understand our system to be a one team. When arrive the big moment on the season, we are ready to fight with everyone. Yeah, Coach, you're saying that you are just few days here and there are some more things that you need to change in this team. What are those things that Uli should change in the future to play even better? I had experience to the last year. They play 1 month when I play in Pristina. I love Balkan basketball. The first we need to understand we need to play with the energy, intensity. The unit played in Kosovo to win. And now we don't have this shape and we don't have this energy. Second, we need to understand and believe in our system, and we need to control the pace of the game. Today, in one moment, we run after them, and I won't run when I can. I want to stop when I can, and I want to dominate the pace. No, we need to improve our percentage to the spot 3 because we need to make these threes. But the more important is the team improve in defense, and in one moment I'm sure we can play really a good basketball. Thank you, Coach, very much. Good luck in next games. Thank you. Atë rishim me trajnerin Pako Olmos, shkurt po e përmbledhi atë se çka tha. Deshit i përgëzoi lojtarët e tij për paraqitjen, tha jam vetëm 2 ditë këtu dhe nuk kemi arritur që të kuptohemi me lojtarët në atë se çka unë ju kam kërkuar. Tha që në gjatë pjesës së parë i patëm disa topa të humbur, kemi luajtur me një skuadër, me një nga skuadrat më fizike në ligë dhe ata na dominuan edhe në kërcime në sulm, ndërsa në pjesën e dytë i përmirësuam këto gjëra, ishim më agresiv dhe më të mirë në mbrojtje dhe arritëm të marrim kontrollin. Pati një kritik për fundin e ndeshjes dhe atë rënje në koncentrim, tha që nuk dua të ndodhë kjo që lojtarët të mendojnë që tashmë ndeshja është fituar dhe të mos e japin maksimumin deri në sekondat e fundit. Për mua është e rëndësishme që deri në sekondat e fundit që të luftohet dhe të kontrollohet ndeshja. E pyeta për gjëra që duhet të përmirësohen në vazhdim të kampionatit që yllit ketë paraqitje sa më të mira, tha që janë disa pika, ndërto kryesorja është mbrojtja, gjithashtu tha që edhe përqindja në treshe duhet përmirësuar, duhet i qëllojmë ato treshe që po i tentonim, ndërsa tha që edhe balancimi i energjisë dhe gjithë asaj force që po e japim duhet të bëhet më në rregull gjatë gjithë ndeshjes. Këto pra tha janë disa nga pika që duhet përmirësohen që yllit ketë paraqitje sa më të mira në vazhdim të kampionatit. Të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje dhe xhiroja e 17 e Pro Credit Superligës. Unë juftoj të vazhdoni me programin e pasur sportiv të Art Motion nga Ulpiana. Natën e mirë.